ndërmarrjes si shoqëri civile, patjetër ne funksionojmë si një rrjet dhe ne kemi hedhur disa hapa, të cilën kemi bashkëpunuar me pushtetin lokal, edhe unë mendoj sepse dhe shoqëria civile ka të përgjegjësinë e saj qytetare për të arritur, për të ngacmuar nga njëherë pushtetin lokal për ato detyra që nuk i përmbush. Pra ju po thoni që pozitiviteti i kësaj ecërie është që të kemi një shoqëri civile aktive. Të ndërgjegjësuar dhe që të jetë aktive duke i ngacmuar nga njëherë pushtetarët, për mos të vënë gjumë. Zoti Berhane? Unë do të thosha që pushteti lokal dhe shoqëria civile kanë një bashkëpunim midis tyre, tani se sa i frutshëm është dhe sa i plotësojnë bashkëpunësit e njëra tjetrës, kjo vlen për të diskutuar në këtë temë të sotme. Jo, në fakt ajo çka donim të bënim në parantezë, pra në hyrje të këtij emisioni është a duhet të funksionojë një shoqëri civile aktive që të ecë qeverisja vendore? Absolutisht po. Duhet. Atëherë, zoti Nako. Përshëndetje, faleminderit për ftesën, është një kënaqësi me të vërtet të jem këtu sot. Doja të thojë që ky debat i sotëm ka shumë vlerë për ne, sepse është një provë që ekziston në qytetin e Firit një shoqëri aktive dhe civile. Sikundse kemi një pushtet të mirë lokal. Mendoj se ky debat do të jetë një debat mendimesh, jo një debat midis individëve duke synuar ata, por thjesht do debatojmë për të mirën tonë dhe për të patur një jetë më optimale në qytetin e Firit. Sepse optimalja do të ishte që të ekzistonte një pushtet lokal aktiv, por unë mendoj se më mirë do të ishte të kishte shoqëri aktive. Si se shprehet, më thënë që demokracia vjen nga populli, në këtë rast më thënë mund të empirizohet shumë thjesht që demokracia në këtë rast i bie lokal, kurse populli është një shoqëri aktive. Duke patur një shoqëri aktive, atëherë është shumë më eficiente, më thënë, një demokraci dhe një qytet më i mirë. Po. Gjithmonë për të Zoti Nako, juve vini këtu si përfaqësues i qendrës rinore Epoka e Re dhe Parlamenti Rinor. Dhe kësaj keni patur një rol të rëndësishëm dhe në zhvillimin jetësor të qytetit të Fierit. A jeni ndjer ju një shoqëri civile aktive? A ka patur diçka të tillë qyteti i Fierit? Mendojmë se situata në qytetin e Fierit ka ndryshuar shumë. Qendra rinore Epoka e Re ka luajtur një rol shumë të madh tek rinia shqiptare e qytetit të Fierit për të krijuar këtë shoqëri aktive. Mendojmë se jemi akoma në hapët e parë, pavarësisht se ka kaluar shumë kohë që nga krijimi jonë, por mendojmë se me anë të trajnimeve, workshopeve apo dhe të bashkëbisedimit të ndryshëm me të rinjtë e qytetit të Fierit, kemi arritur të krijojmë atë bazën ose themelët për një shoqëri aktive. Dhe kjo është me vërtet shumë eficiente dhe